Partia Socialiste dhe Demokratike janë ulur në diskutime për ndryshimet në reformën administrativo-territoriale, ndryshime për të cilat, siç dihet, është krijuar dhe komisioni i posaçëm. Në këtë komision pritet një angazhim i madh nga opozita, serioz dhe për faktin se në reformën territoriale të vitit 2015 nuk mori pjesë. Gjithashtu pritet angazhim i madh dhe për faktin se reforma territoriale është një ndikuese direkte në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare. Pritet angazhim opozitar dhe për faktin se opozita duhet të tregojë vullnetin që është në shërbim të qytetarëve, pra të çojë më shumë shërbime afër qytetarit, të kemi një reformë territoriale që të jap më shumë decentralizim, pavarësi për pushtetin vendor, se sa një reformë që çon çdo kontroll të pushtetit vendor te kryeministri. Mesazhi i parë, opozita duket që e ka marrë shumë seriozisht reformën, tek e cila nuk mori pjesë 11 vite më parë. CNA ka mësuar se opozita ka zgjedhur ekspert teknik të komisionit të posaçëm parlamentar për reformën administrativo-territoriale, fotografin e Jorida Tabakut. Personi që shihni në foton më poshtë është Xhodi Hysa, fotografi i deputetes së Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Asgjë më shumë se sa kaq, dhe tani opozita na e ofron si ekspert të reformës territoriale. Siç shihet dhe në dokumentin e siguruar nga CNA, emri i Xhodi Hysas është në listën e një nga ekspertët teknik për financat të Komisionit Reformës Territoriale. Sipas dokumentit të siguruar nga CNA, Xhodi Hysa është emëruar ekspert teknik në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për reformën administrativo-territoriale për një periudhë 4 mujore, duke nisur nga shkurti i vitit 2026 deri në muajin maj të këtij viti. Detyrat e ekspertit, sipas dokumentit që CNA ka siguruar, janë të kryej analizë të thelluar ligjore, të analizojë ndarjen aktuale administrativo-territoriale apo të përgatisë një raport përfundimtar. A mundet fotografi të jetë ekspert? Po, patjetër. Fotografi është ekspert që ta nxjerrë Joridën bukur, t'i publikojë fotot në Instagram apo në rrjetet e tjera sociale, të krijë një imazh për deputeten Tabaku, por fotografi i Tabakut nuk mund të jetë ekspert teknik i reformës administrativo-territoriale. Ky veprim vjen për të paguar shërbimin, sepse ekspertët e jashtëm mirë paguhen nga parlamenti, dhe Jorida Tabaku ka zgjedhur fotografin e saj ta shpërblej. Ndërkohë që shqiptarët presin një reformë administrativo-territoriale jo vetëm serioze, por që të kthejë sadopak pushtet në duart e tyre në bashki apo në njësitë administrative, opozita ka gjithë seriozitetin e duhur për këtë reformë. Aq serioziteti kushton opozita kësaj reforme sa vendos një fotograf, atë që Jorida Tabaku e mban për të bërë foto si pjeshkë serioze, dhe kaq. Kjo është reforma administrativo-territoriale që po na ofron opozita, se ata të qeverisë dihet se çfarë do ofrojnë. Mund të kishte pak shpresë te Partia Demokratike tek opozita, por me sa duket dhe opozita ka të tjera halle. Ka hallin e fotografëve, shoferave, rojeve, Instagramrave, Facebookeve. Nuk ka hall opozita t'ju shërbijë qytetarëve me ekspert të vërtet që mund t'i sjellin pushtetit vendor vlera. Jorida është një shembull i përsëritur i budallallëkut opozitar që fillon dhe nuk mbaron kurrë.